Okej sme? Ajde, zapali ga ta crvena. Okej sme? Okej. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në konferencën për shtyp përpara ndeshjes me skuadrën Shelbourne nga Irlanda në kuadër të raundit të dytë në fazën kryesore të Conference League. Natyrisht tu me ne shefi stafi teknik Jeton Beqiri dhe mbrojtësi jon Klinsman Cake të gatshëm për tu përgjigjur në pyetjet tuaja. Zdravo na site, dobrodošli nova oficijalna preskonferencija pred napravili so timot na Shelbourne od Irska, so nas Jeton Beqiri, šefovna stručni štab i naš odbranbeni igrač Klinsman Cake. Hello to everyone, welcome to this official press conference, pre-match press conference. We play tomorrow against Shelbourne from Ireland. Here with us are our head coach, Mr. Jeton Beqiri, and our football player, Klinsman Cake, ready to answer to your question. Please raise your hand, ngrini dorën, prezentoni vetëm dhe mediumin dhe për cilin është pyetja. Shaman Sinani, vetëm Shaman mikrofon. Može mali na mikrofon? Shaman Sinani të vëkohat të to për Jeton Beqirin dhe futbolistin Klinsman Cake. Jeton, sa jeni të përgatitur fizikisht, teknikisht, por edhe psikikisht për këtë ndeshje historike, pasi është ndeshje e fazës e grupit për ekipin e Shkëndijës që do të luajë para tifozëve të vet. Ndërsa për Klinsman Cake, sa ekipi i Shkëndijës me përkrahjen e tifozëve të cilët do të jenë të pranishme, do t'ju bëjë ballë skuadrës nga Irlanda. Faleminderit. U gati në 3 gjuhë profit, flasësh ty të kthej. Falem telefon. Është e rëndësishme që si ndeshje e parë që kemi këtu para tifozëve tonë tani më në ligën e Conference Ligës të jemi shumë serios në aspektin e paraqitjes. Mendoj se kishim kohën e mjaftueshme si skuadër që të përgatitemi këtë ndeshje dhe besoj që me gjithë futbollistët që do japin maksimumin dhe me ndihmën e publikut dhe me ambientin që do krijohet, shpresoj që pikës pari të bëjmë një paraqitje të mirë, ashtu që siç jemi paraqitur edhe në fazën e eliminimeve këtu në Shkup dhe kam besim te skuadra dhe te futbollistët që do japin maksimumin dhe do bëjmë një paraqitje e cila do na mundsoj që në fund ndeshjes dalim me 3 pikë. Luajmë një kundërshtar të cilin ne njohim duke ndjekur ndeshjet e tyre. Bisedohet për një futboll i cili është goxha i kundërt me stilin që luajmë ne, por gjithmonë duke pasur besim në kualitetet tona dhe në kualitetet e futbollistëve që posedojmë, shpresoj që të dalim faqe në fund ndeshjes. Значи прашањето беше колку тимот подготвен физички, психички, за да одговори на предизвикот кој е наречен прв надпревар во групна фаза, во main phase, во Conference League. Prosit, значи да ништо сега англиски. Јас мислим дека имавме доволно време да се подготвуваме за овој надпревар. Ние по принцип овде во Скопје и на тие елиминацијски надпревари игравме добро и се надевам дека во ист стил ќе продолжиме да играме и во лигата веќе конференцијска. Се надевам дека нашите играчи ќе бидат у најдобра можна форма и да играме квалитетен фудбал, иако да бидеме искрени сме многу различни во стилот на играње, но ние треба да внимаваме во нивните силни страни и да се обидуваме да и користиме нашите силни страни и на крај со една добра и паметна игра да извојуваме 3 бода. So the question was how Shkëndija is prepared in the physical and psychological part for this first game in the main phase of the Conference League, and the answer is so first game kur të flas anglisht, shfrytëzojmë futbollin në afrohet foto, boni se nuk i duhet në anglisht. Vazhdojmë me Cake. Cake, do të thënë pyetja ishte sa i përgatitur përballë bashkë me tifozët për të përballur me ekipimin holandez.
Normal që ekipin e shoh motivuar shumë për këtë ndeshje, është diçka që kena bëj histori, edhe me zor e presim këtë ndeshje që të jetë ndeshje e parë në shtëpinë tonë. E presim publikun të jetë në numër sa më shumë për të na mbështetur në këtë ndeshje, që të bëjmë histori dhe normal fush do të hyjmë për 3 pikët, ai është qëllimi jon, dije. Ne kemi treguar në Europë që dim ta tregojmë atë shkëndijën e vërtet, të tregojmë cilësitë tona dhe patjetër dhe nesër do të japim maksimumin për 3 pikët. Сега дека ова е историски момент за тимот на Шкендија и ние два и чекаме овој надпревар. Очекуваме голем број на навивачи да не подржуваат, сега го со нивна поддршка ние знаеме и сме покажали во Европа дека знаеме и умееме да играме и на резултати, да донесеме добри резултати, така да ние играме за 3 бода и се очекувам да ги усвоиме. The question was for him, for our football player Tristan Tsake. If Shkendija is well prepared for this game, he says that normally this is a historical moment for our team, and we can't wait. We can't wait to start the game because every one of us is aimed to give the best. We wait a lot of supporters to give us the support, and with their help, we always play for 3 points. We know that it will not be easy, but we have shown in the previous games that Shkendija is able to take good results, and we hope to be tomorrow this case. Po, ma im zaši, Për Tristan Caken, sa ndihmon kjo pjesa paraqitjes debutimit në kampionat e Shqipërisë përpara sfidave tani evropiane dhe për karrierën e Mundierit, sa është analizuar mirë që mundi cilat janë ato anë pozitive të forta të ekipit që Shkendija të shfrytëzon nesër në sfidën më shumë. Mendoj që kemi analizuar kundërshtarin, ju thash edhe në fillim që bisedohet për një skuadër e cila është skuadër fizike, që luajnë një stil afër futbollit anglez, dhe ne duhet të jemi shumë kujdesshëm, duhet të vrapojmë shumë dhe duhet të mbyllim çdo anë pozitive apo anë të fortë që kanë ato. Mendoj që në aspektin teknik ne kemi përparësi dhe duhet të mundohemi që ne të jemi ato që dominojnë lojën, se në momentin kur dominon atëherë dalin pa edhe cilësitë e skuadrës, por asnjë kundërshtar në këto nivele nuk është kundërshtar i dobët ose kundërshtar i lehtë, themi më smiri, dhe besoj që duhet djersitemi shumë për të dalë me 3 pikët ose me fitore. Normalisht debutimi kombëtar ishte një plus shumë i madh për mua. Është një motivim shumë i madh ekstra, por duke ditur që vjen nga lojat e mirë që kam realizuar në Shkëndij, atëherë më motivon më shumë që këto loja të ardhshme të jap akoma më shumë maksimumin këtu. Pasi prej këtu shkohet kombëtari, nuk mund të shkosh ndryshe. Ќе го преведам Цаки, па после тренерот ќе продолжи македонски и англиски. Прашањето за Цаки беше колку доаѓаш од деби во репрезентацијата на Албанија, колку тоа е потик и мотив за тебе во овие европски надпревари. Сега го видам, да, тоа е мотив плюс за мене и ќе ме тера да дадам уште повеќе, затоа што јас победата во репрезентацијата на Албанија го заслужив со добрите игри тука во Шкендија, така да тоа ме мотивира да продолжам и да играм и тука добро и да повторам победи. The question for the player was how much you are motivated, because he had debuted for the national team of Albania. So if this is motivation, extra motivation for to play good games, and the answer is yeah, for sure. I'm very motivated because I played well in Shkendija, and the invitation for the Albanian national team came after good games with Shkendija. So this motivated me to continue to give my best and to have a good appearance with Shkendija. Hopefully I will have another invitation for national team of Albania. Professor?
Моето мислење е дека ние направивме добра анализа на противникот, сепак во ова ниво не можеш да најдеш или не можеш да сретнуваш лесен или да не кажеме слаб противник. И јас мислим дека треба многу да бидеме сериозни, многу да одиграме на квалитетно ниво. И се надевам дека со давањето на максимумот на сите играчи и поддршката на публиката нормално, ние ќе бидеме тие што ќе се радуваат на 3 бода на крај. Питер Равес? Прашање? Да. Што научи екипата од предната Рајва Ваљакано и што ќе примени од тоа што не одбеше така? Искрено пред да играме, значи секогаш ние мислиме дека Шпанската лига е многу јака, но во моментот кога ќе се надпревараш со нив, тогаш на лице место гледаш колку се тие квалитетни екипи. Значи, според мене, јас од 1 метар до линијата, значи не дека научив, него видов како се игра врвен или најмодерен можен фудбал, затоа што јас лично многу ги почитувам шпанците како играт и не е случајно што тие у репрезентативен план или у клубски план се многу високо ниво. Јас мислим дека сите играчи што играат, тие што беа на клупа, што за жал немаа можност да играат некоја минута, и сите ние од стручен штаб, па и публиката, па и управата, па сите, гледаат како се игра, значи, вистински и врвно модерен фудбал. Мендеше nga deshja kundër Rajo Vallëkanës ne të gjithë morëm një eksperiencë shumë të mirë ose të jashtëzakonshme për shkak se ti je afër vijes atij të udhëheqësh ekipin dhe të shohësh se si luajnë ekipet të nivelit të jashtëzakonshëm, të nivelit më të lartë sipas meje, për shkak se spanjollët nuk është e rastishme që edhe në nivelin e kombëtares, edhe nivelin e ekipeve më të mira janë ekipet më të respektuara në Europë. Dhe ne ishim dëshmitar edhe kishim fatin që të mësojmë dhe të shohim se si interpretohet futbolli i nivelit më të lartë mundshëm. Që për fat keq, domethënë ne këtu nuk kemi as mundësi, as kushte apo as edhe kapacitetin për ta luajtur, por gjithsesi shpresoj që edhe do na shërbejë si një mësim shumë i mirë neve të gjithëve në klub, edhe mua personalisht, edhe futbollistëve që të mundohemi që të rrisim shpejtësinë e lojës për shkak se shpejtësia e timëve skuadrave në qarkullimin e topit është e barabartë me pa imagjinueshme. So the question for the coach was, you repeat and insist that Shkede should learn from these European games, and what you learned from the first game against Rayo Vallecano, and the answer is as follows. Videos, any question? Yeah. Thank you. Coach, both yourselves and Shelbourne have tough games later in this competition. Do you believe this is a game tomorrow where both teams will feel they need to win, and it will be the type of game where it's attacking game because of that? Unë mendoj se çdo ndeshje ka karakterin e vet dhe çdo ndeshje është e ndryshme nga ndeshjet e para. Si ndeshja e Shërbunit kundër Haken dhe ndeshja jonë kundër Rajo Vallëkanës është e ndryshme, por edhe sikur të luajmë ndaj kundërshtarit njëjtë sot dhe nesër, besoj që gjithçka është një histori tjetër dhe futbolli kërkon një përqendrim maksimal, kërkon një respekt maksimal për kundërshtarin. Unë besoj që do jetë një ndeshje interesante ku të dy skuadrat do duan të fitojnë ndeshjen dhe shpresoj që të jetë një ndeshje fair, korrekte nga ana jonë dhe kundërshtarit dhe pastaj kush të jetë më i ginjshëm, më i mirë dhe në formë më të mirë nesër le të fitojë.
Jaz mislim дека секој надпревар во споредба со друг надпревар е сосема различен затоа што и со ист противник да играш у различни денови, па и у ист ден никогаш не можат надпреварите да бидат исти затоа што одлучуваат нијанси, може да одлучува еден црвен картон, една ситуација, една голема грешка, една голема мајсторија. Значи, секој надпревар според мене е друга историја, наредна мотивација од играчите, од екипата и од сите ние што работиме во клубот и се надеваме дека ќе имаме еден коректен надпревар од двете страни и екипата што ќе покажува повеќе или ќе има повеќе среќа, мислим дека ќе се радува на крајот. Nuk do doja që të bëj një lloj krahasimi apo do të thonë të dallojnë një futbollist Shelbournit, normalisht që ne kemi parë shumë ndeshje të tyre dhe kanë futbollistë cilësor, por zakonisht insistojmë që të bëjmë analizën e skuadrës, ata luajnë si një ekip, është ekip shumë kompakt, që vrapojnë shumë, ndjekin idetë e trajnerit dhe doja të potencoj edhe një herë atë që thash në fillim që kemi ndryshim sa i përket stilit të lojës, ne nga ata, por gjithsesi në fund në fushën e lojës jemi 11-11 dhe secila ekip dëshiron që të fitojë ndeshjen, ne do bëjmë maksimumin dhe duke shfrytzuar anët e forta apo anët pozitive të tona, të shfrytëzojmë rastet që do krijojmë dhe të jemi ne ata të cilët do gëzohemi fitores së fundeshjes. Pyetje tjetër? Another last question? Don't have? Thank you. Okay. Fadili, ke diçka? A nuk e? Pyet bë? Do të tove shuja, këtë formacije. Një pyetje. Ha? Një pyetje, nuk një pyetje, një pyetje. Një pyetje. Okej. Mirë, vetëm disa informacione teknike përpara se ta mbyllim këtë konferencë për shtyp. Skuadra e Shelbournit nga ora 18:15 do të ketë konferencë zyrtare për shtyp këtu në stadiumin Todor Projevski. Nga ora 18:45 kanë seancën stërvitore, e cila është e hapur për mediat vetëm në 15 minutat e para. Skuadra e Shkëndijës stërvitet nga ora 20:15 minuta këtu në Todor Projevski. Ju falenderoj që ishit me ne bashkë, mirupafshim. Znači, informaциите дека тимот на Шелбурн од 18:15 има пресконференција, од 18:45 тренираат, првите 15 минути се отворени за медиумите, а од 20:15 е нашиот тренинг кој што е отворен за првите 15 минути. So you have information, I text you via email, but as you know, the 6:15 is official press conference of team of Shelbourne. 6:45 is their training session. First 15 minutes are open for the media, and our team Shkëndija is training tonight from 8:15, and of course only first 15 minutes are open for media. Thank you for being here. See you tomorrow. Ju falenderit, profesor, mund të iki. Faleminderit shumë, faleminderit veçanërisht Shaban Sinan, shaqse. Besoj se është njeri jo më me fat që taktoj futboll.